Qysh ja boni Bajat veton Surroi Ben Blushit. Surroi dje publikoi një shkrim në lidhje me Palestinën dhe gjenocidin e Gaza. Në fakt, siç e bën të qartë dhe veton Surroi që në hyrje, shkrimi ishte kundërpërgjigje ndaj një shkrimi skandaloz të Ben Blushit. Kundërpërgjigja e Surroit ishte nga një pikpamje humaniste, rrjedhimisht një përgjigje morale dhe etike. Surroi pohon se shkrimi i Ben Blushit arrini një shkallë brengosëse dehumanizimi, me të cilin interpretim edhe unë pajtohem. Surroi e vën e pa një logjik dikotomike të Blushit, i cili ndon botën në ne dhe ata, perëndimi civilizuar në njërin anë dhe palestinezët e paqëtruar, të cilët kanë nevojë të kalojnë në një proces të egzorcizmit. Blushi, që mbahet për ateist, operon me koncepte fetare si egzorcizmi, që tashmë edhe vetë kisha i ka refuzuar dënu e te kalu. Përmes disa shembujve praktik e me ngjyrime nga pak emocionale, Surroi e shkërmoq këtë qasje absurde të Blushit. Në fakt, Surroi e kthen temën pikërisht te çështja më themelore. Pra të pyetja pse palestinezët janë në këtë gjendje. Arsyeja është e thjeshtë, për shkak të gjenocidit që ushtron Izraeli mbi Gazën dhe mbi palestinezët. Për shkak se palestinezëve është mohuar toka, prona, e sot po mohohet edhe e drejta për jetë. Mendoj që mendësia e Blushit është tipike për një funksionar të kolonializmit që arsyeton secilën metodë kriminale të spastrimit etnik duke e dehumanizuar tjetrin. Gjuha e Blushit është interpretim instrumental për legjitimimin e gjenocidit të Izraelit mbi Gazën. Sipas mendësisë së Blushit, nëse palestinezi është tjetër, ndryshe i paqëtruar, atëherë Izraelit i lejohet të veprojë si të dojë me palestinezët, sepse palestinezët në këtë dritë nuk janë më tamam njerëz. Në këtë kontekst, Blushi kthehet në misionar të gjenocidit. Ama tjetri meriton të vritet vetëm pse është ndryshe. Mendoj që edhe Rudyard Kiplingi, që shkroi poezinë gjenocidale tepër famkeqe, Barra njerit e bardh, kish me pas zili Blushit dhe kësaj mendësie. Zili për me mohu qenjen, agjencinë palestinezëve.